Procesi i zgjedhjeve të 11 majit u vlerësua nga ambasadori britanik Nick Abbott, pavarësisht ankesave të opozitës. Ai thekson se u shënua përparim. Shqipëria ka bërë përparim, zgjedhjet janë bërë më kompetitive, më konkurruese dhe proceset elektorale kanë parë përparim si në transparencë ashtu dhe në administrimin e tyre. Megjithatë, në tryezën për te i monitorimit drejt një reforme zgjedhore, kërkoi reform duke krijuar barazi në gardë për forcat e reja. Dhe reforma në të ardhmen duhet të fokusohet për mendimin tim në garantimin që të ketë një fushë betejë në thonjza të barabartë për të gjithë, që të ketë konsultime, marrëveshje mes partive politike, shoqërisë civile, medias. Ishte kryekomisioneri Lirian Cilibashi, i cili rënditi vërejtjet e gjetura nga Audir. Sipas këtyre vlerësimeve, fushata u fokusua në sulme armiqësore dhe personale, veçanërisht nga dy liderët e dy partive kryesore politike në vend. Kjo thelloi mosbesimin e publikut në politikë. Sipas tij, në shtator kuvendi i ri duhet të nisë me ndryshimin e kodit zgjedhor. Duhet që me konstituimin e kuvendit të ri në shtator të këtij viti të nisë menjëherë puna për të adresuar në mënyrë decente të gjitha problematikat që lidhen me procesin zgjedhor në Shqipëri. Nga 192 raste të raportuara, kreu Ispak Altin Dumani tha se 43 dosje janë në hetim dhe për to janë ushtruar kontrolle e sekuestruar materiale. Nga 43 procedime penale të regjistruara për krime zgjedhore, 22 janë iniciuar mbi bazën e referimeve nga Policia e Shtetit. Një procedim është referuar nga shkërbimi i kontrollit të brendshëm të bugjeve. 9 procedime, siç e thash pak më parë, janë regjistruar kryesisht me iniciativë të prokurisë së posaçme. 3 procedime kanë ardhur si rezultat i kallëzimeve nga shtetas të ndryshëm. 3 janë referuar nga prokuroritë e rrethave gjyqësore. 4 janë bazuar në kallëzimet e subjekteve politike dhe 1 është ndarë nga një procedim tjetër penal. Një qasje më pozitive kishte avokatja e popullit Erinda Ballanca, e cila vlerësoi vetëpërmbajtjen e politikanëve gjatë fushatës.